Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni ishte në kulmin e tij pasi Olta Gjixhari vendosi të shprehte hapur shqetësimet e saj për disa sjellje që kishte vërejtur gjatë lojës. Duke folur me vendosmëri dhe seriozitet, Olta u përqendrua fillimisht te Edi. Edi ka bërë një gabim shumë të madh, tha ajo, duke bërë të qartë se nuk ishte thjesht një kritike thjesht, por një shqetësim i thellë mbi veprimet dhe qëndrimin e tij brenda shtëpisë. Fjalët e saj ishin të drejtë për drejta, të forta dhe me një ton që nuk linte vend për keqkuptim, por Olta nuk ndali me Edi. Ajo përqendroi vëmendjen edhe te Arditi, duke nxjerrë në pas sjelljen e tij të papërshtatshme, në rast se ka thënë të me hashe zemrën dhe i ka drejtuar gishtin poshtë. Edhe Arditi duhet të shkojë në nominim. Ky ishte një paralajmërim i fortë dhe i qartë për produksionin dhe për banorët e tjerë, secili është përgjegjës për veprimet dhe fjalët e veta, dhe çdo sjellje që shkakton tension, mosrespekt ose ofendim nuk mund të injorohet. Banorët e tjerë ndiqnin me vëmendje situatën. Disa ndjenin shqetësim për mënyrën se si tensioni po rritej, disa të tjerë ishin kurioz për pasojat që mund të sillnin fjalët e Edi dhe Arditit, ndërsa disa ndiheshin të hutuar se si të ndërhynin pa përshkallëzuar situatën. Atmosfera brenda shtëpisë ishte e ngarkuar, çdo fjalë dhe çdo shikim dukej se kishte një peshë të dyfishtë. Olta, me vendosmërinë e saj, tregoi se brenda Big Brother Kosova, ndërveprimet dhe përgjegjësitë individuale nuk mund të injorohen. Nuk ishte thjesht një vendim personal ose një ndjenjë e momentit, ishte një reflektim i qartë i mënyrës se si secili veprim dhe fjalë mund të ndikojë mbi lojën, marrëdhëniet dhe dinamika e grupit. Duke kërkuar nominimin e Arditit dhe duke theksuar gabimin e Edit, Olta tregoi se nuk ka kompromis kur bëhet fjalë për respektin, komunikimin dhe sigurinë emocionale brenda shtëpisë. Ky moment tregoi një nga aspektet më të rëndësishme të Big Brother Kosova, vendimet nuk bazohen. Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni arriti kulmin kur Alba vendosi të përballej hapur me fjollën Live. Atmosfera ishte e ngarkuar, kamera regjistronte çdo shikim dhe çdo fjalë, dhe banorët e tjerë ndjenin rritjen e adrenalinës. Alba, me vendosmëri të hekurt, iu drejtua fjollës me një ton që nuk linte vend për keqkuptim. Në rast se unë dal nga Big Brother dhe më prek një fije e flokut, ke për të mbajtur përgjegjësi. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një paralajmërim, ato ishin një shprehje e fuqisë dhe vendosmërisë që nuk mund të sfidohej, por nuk ishte vetëm paralajmërim fizik. Alba shtoi një dimension emocional dhe ligjor. Do ta kthej këtë situatë te familjarët, tha ajo, duke bërë të qartë se çdo veprim i fjollës nuk do të mbetej pa pasoja. Përplasja u bë edhe më e tensionuar me fjalët e saj, ku të kap, ta mendosh mirë çfarë do bësh. Ishte një mesazh i qartë, çdo veprim që te i kalon kufit e vendosur do të ketë pasoja serioze, dhe përgjegjësia nuk mund të shmanget. Fjolla, përballë këtij presioni Live, nuk mund të mbante qetësinë. Tensioni ishte i dukshëm dhe çdo shikim i Albanës, çdo fjalë e saj, e bënte situatën edhe më të ndjeshme. Banorët e tjerë ndiqnin gjithçka me një përzierje shqetësimi dhe kurioziteti, duke kuptuar se një moment i tillë mund të ndryshojë dinamikën e gjithë shtëpisë. Alba tregoi se brenda Big Brother Kosova, respekti dhe kufit janë të paçmueshëm. Ajo nuk po vepronte nga impuls, por nga vendosmëri dhe nga nevoja për të ruajtur qetësinë dhe sigurinë e vet dhe të banorëve të tjerë. Fjalët e saj ishin një paralajmërim i fortë se asgjë nuk mund të injorohej dhe se çdo sjellje e tejkaluar duhet të ketë pasoja. Ky moment tregoi një nga aspektet më dramatike të lojës, kur një banor vendos kufi dhe të kërkojë respekt në mënyrë të drejtë për drejtë, tensioni bëhet i ndjerë për të gjithë. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo heshtje mori kuptime të dyfishta, dhe situata u bë një shembull i qartë i asaj se si emocionet dhe pres. Dashuria ime, po të flas nga zemra, me gjithë ndjenjat që i mbaj brenda dhe që ndonjëherë nuk di t'i shpreh si duhet. Dua ta dish një gjë shumë të rëndësishme, unë të dua shumë, me gjithë shpirt, dhe asgjë nuk e ndryshon këtë. Mos lejo asnjë dyshim të hyjë mes nesh, sepse unë jam i sinqert me ty, unë të njoh dhe ti më njeh mua. E dim kush jemi, çfarë kemi kaluar dhe çfarë kemi ndërtuar bashkë, prandaj të lutem, ki besim tek unë dhe tek ajo që kemi, ndoshta rruga jonë nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Kemi pasur momente të vështira, keqkuptime, ndonjëherë edhe dhimbje, por asnjëherë nuk kemi humbur thelbin, dashurinë dhe respektin për njëri tjetrin. Të lutem, mos i humb gjërat e rëndësishme që kemi bërë bashkë, ato kujtime, ato sakrifica dhe atë lidhje që nuk ndërtohet lehtë. Ato janë themeli ynë dhe arsyeja pse unë besoj fort tek ne, unë të pres me mall. Çdo ditë që kalon, mendja dhe zemra ime janë tek ti, të pres të kem në krah,
të ndjej afërsinë tënde, qetësinë që vetëm ti di të ma japësh. Ka momente që lodhem, që më rëndojnë gjërat, por mendimi për ty më jep forcë dhe më mban të qëndrueshëm. Ti je streha ime emocionale, vendi ku dua të kthehem gjithmonë, dua edhe të kërkoj falje. Falje për çdo shqetësim që mund të të kem sjell, për çdo moment kur ndoshta nuk kam ditur të flas si duhet, ose kur kam lënë hapësirë për dyshime. Nuk ka qenë kurrë qëllimi im të lëndoj. Nëse ndonjëherë kam gabuar, e kam bërë si njeri, por kurrë pa dashuri për ty, të dua dhe dua që ta dish se je e fortë, se je e veçantë dhe se ajo që kemi vlen. Ki kujdes për veten, ki besim tek unë dhe tek ndjenjat tona. Forca jonë është dashuria që kemi ndërtuar bashkë, dhe unë jam këtu, me zemër të hapur, duke të pritur, duke të dashur dhe duke besuar tek ne, të dua, gjithmonë. Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni po arrinte kulmin mes Fjollës dhe Albanës. Fjolla, e nervozuar dhe e vendosur për të treguar dominimin e saj, nuk e fshehu asnjë sekond zemërimin. Alba është një kopile femër, tha ajo me një ton të prerë dhe të ashpër, duke bërë që të gjithë banorët t'i drejtoheshin me vëmendje. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një ofendim, ato ishin një paralajmërim i qartë se nuk kishte ndërmend të toleronte asnjë sfidë ndaj autoritetit dhe vendosmërisë së saj brenda shtëpisë. Ja nxjerr syt, krejt nuk duhet të përballet me mua. Vazhdoi Fjolla, duke treguar se përplasja nuk ishte thjesht një debat verbal, por një shprehje e forcës dhe vendosmërisë që ajo kishte krijuar brenda lojës. Banorët e tjerë mbetën të befasuar dhe të tensionuar, duke ndjerë se situata mund të shpërthente çdo moment. Nuk ishte thjesht një konflikt personal, ishte një shfaqje fuqie dhe kontrolli, ku çdo fjalë kishte rëndësi dhe çdo lëvizje mund të ndikonte mbi dinamikën e të gjithë shtëpisë. Fjolla nuk e lejoi situatën të bëhej e paqartë. Këtu je në Big Brother Kosova, jo në Shqipëri, tha ajo, duke shtuar një dimension të vendosmërisë territoriale dhe një ndjesi që nuk mund të injorohej. Je në tokën time. Fjalët e saj ishin të forta, të prerë dhe dramatike, duke treguar se nuk kishte hapësirë për kompromis dhe se çdo sfidë ndaj saj nuk do të tolerohej. Alba, nga ana tjetër, përballej me një situatë të vështirë. Ajo nuk mund të shmangte tensionin, por duhej të menaxhonte reagimin për të ruajtur qetësinë dhe për të mos përshkallëzuar situatën më tej. Të gjithë banorët e tjerë ndiqnin me kujdes çdo fjalë dhe çdo lëvizje, duke kuptuar se kjo përplasje mund të ndikonte në lidhjet, strategjitë dhe emocionet brenda shtëpisë. Situata tregoi një aspekt shumë të veçantë të Big Brother Kosova. Brenda një ambienti të mbyllur dhe të regjistruar 24/7, çdo fjalë dhe çdo emocion merr një peshë të madhe. Kur dy banorë vendosin të përballen në mënyrë kaq të hapur, brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni kishte arritur nivele të papara. Alba, e vendosur dhe e nxehur, ju drejtua Fjollës me një të folur të prerë dhe të vendosur. Ti je spion. Vetëm sojinët e tradhtarët janë si ti. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një fyerje, ato ishin një paralajmërim i hapur dhe i fuqishëm se ajo nuk do të toleronte sjellje që e perceptonte si mashtruese, manipulatore dhe të rrezikshme për atmosferën brenda shtëpisë. Alba nuk ndali këtu. Fjolla duhet të jetë jashtë shtëpisë së Big Brother, shtoi ajo, duke bërë të qartë se nuk ishte një debat i zakonshëm mes banorësh. Për Albanën, sjellja e Fjollës nuk ishte thjesht një karakter i vështirë apo një strategji loje, ishte një element destabilizues që vazhdimisht krijonte situata ku banorët përplaseshin, tensionoheshin dhe ndiheshin të shqetësuar. Të gjithë banorët e tjerë mbetën të shokuar dhe të tensionuar nga intensiteti i deklaratës. Atmosfera ishte e ngarkuar, duke reflektuar se çdo fjalë, çdo veprim dhe çdo perceptim ka rëndësi të madhe brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Fjolla, përballë akuzës, nuk mund të shpëtonte nga tensioni, shikimi i Albanës dhe serioziteti i fjalëve të saj e bënin situatën të ndjeshme dhe të papritur. Alba e përshkroi sjelljen e Fjollës si diçka që nuk mund të tolerohej më. Një model që shkakton konflikte dhe përplasje, duke ndërthurur intrigë, thashetheme dhe tension mes banorëve. Ajo theksoi se brenda një ambienti të mbyllur dhe të regjistruar 24/7, çdo veprim dhe çdo fjalë ka peshë, dhe kur ato përdoren për të manipuluar ose krijuar situata konfliktuale, duhet të ketë pasoja. Banorët e tjerë ndiqnin me vëmendje këtë përplasje. Disa ndiheshin të shqetësuar, të tjerë të intriguar, por të gjithë ishin të vetëdijshëm për fuqinë e fjalëve të Albanës dhe për rëndësinë e situatës. Kjo nuk ishte thjesht një konflikt personal, ishte një pasqyrë e dinamikës komplekse të lojës dhe e ndikimit që një banor mund të ketë mbi të tjerët. Alba tregoi vendosmërinë.
Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, momenti ishte i mbushur me emocione dhe vendosmëri. Alba ngriti zërin, duke i bërë thirrje shtëpisë së vet, të jeni të qetë, ju dua shumë. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një mesazh i zakonshëm, ato ishin një shprehje e hapur e ndjenjave, një përpjekje për të sjellë qetësi dhe siguri brenda një ambienti ku tensioni shpesh mund të jetë i lartë dhe i paparashikueshëm. Por pas këtij mesazhi të qetësisë dhe dashurisë për banorët e tjerë, Alba shfaqi një vendosmëri të fortë për atë që ndjente brenda vetes. Kjo femër që kam përballë, ashtu është, tha ajo me një ton serioz dhe të prerë, duke treguar respekt për karakterin e saj. Por duke lënë të kuptohet se kishte diçka që nuk mund të injorohej. Por mua do më ketë pranë dhe unë do ta nxjerr nga shtëpia, shtoi Alba, duke shprehur një vendosmëri të qartë dhe të pakompromis që tregonte se emocionet dhe vendimet e saj nuk ishin të rastësishme. Fjalët e Albanës krijuan një atmosferë të tensionuar, por edhe të ndjeshme. Banorët ndjenin intensitetin e momentit, disa me kuriozitet, disa me shqetësim dhe të tjerë duke u përpjekur të kuptonin se çfarë do të ndodhte më pas. Nuk ishte thjesht një deklaratë emocionale, ishte një strategji, një vendim i qartë dhe një paralajmërim se emocionet dhe lidhjet personale brenda shtëpisë mund të ndikojnë drejt për drejt mbi dinamikën e lojës. Alba tregoi se brenda Big Brother Kosova, çdo ndjenjë, çdo emocion dhe çdo vendim ka rëndësi. Nuk ka thjesht lojë strategjie, ka vend për ndjenja të sinqerta dhe për vendosmëri personale që mund të ndryshojë gjithçka brenda shtëpisë. Ajo nuk kërkoi aprovim, nuk kërkoi miratimin e të tjerëve, ajo vetëm e shfaqi të vërtetën e saj, duke treguar forcën e karakterit dhe vendosmërinë për të mbrojtur atë që ndihet e rëndësishme për të. Në momentin kur Alba foli, ishte e qartë se ajo nuk po luante vetëm një lojë. Ajo po tregonte se ka ndjenja të forta, se di të vendos kufi dhe të marrë vendime për atë që e preu. Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni u ngrit në nivele të larta kur Alba vendosi të përballej me Dinin për një situatë që e kishte shqetësuar prej kohësh. Ajo ul para tij, me sy që shpreheshin seriozitet dhe vendosmëri, dhe nuk e fshehu asnjë ndjenjë. Dolce më ka ofenduar rënd disa herë, tha ajo me një ton të qartë dhe të prerë. Nuk ishte thjesht një ankesë e vogël, ishte një reflektim i asaj që ndodhte prapa kamerave dhe i dhimbjes që ndjente Alba për komentet dhe sjelljet që ajo i perceptonte si të padrejta. Dini, i befasuar nga mënyra e hapur dhe serioze e Albanës, reagoi menjëherë, "Çfarë të ka thënë?" pyeti ai, duke tentuar të kuptonte natyrën e situatës dhe duke kërkuar të marrë një pasqyrë të qartë të asaj që ndodhte. Por Alba nuk pranoi të futet në detajet të përsëritura të fjalëve dhe veprimeve që e kishin lënduar. Nuk dua të përsëris ofendimet e saj, tha ajo, duke bërë të qartë se nuk donte të ushqente tensionin me rikthime dhe diskutime të panevojshme. Përplasja mes tyre nuk ishte vetëm një debat individual. Ajo reflektonte presionin dhe dinamikat e brendshme të shtëpisë, ku çdo fjalë, çdo gjest dhe çdo situatë e regjistruar mund të interpretohet dhe përdoret në mënyra të ndryshme. Alba e theksoi këtë me një shprehje të qartë, "Ikni, jeni të regjistruar 24/7". Kjo nuk ishte thjesht një kujtesë për kamerat, ishte një mënyrë për të treguar se çdo veprim dhe çdo reagim brenda shtëpisë nuk mund të fshihet dhe ka pasoja të menjëhershme mbi marrëdhëniet dhe perceptimet mes banorëve. Dini, duke u përballur me sinqeritetin dhe vendosmërinë e Albanës, kuptoi rëndësinë e situatës. Nuk ishte një debat i thjeshtë, ishte një moment ku transparenca dhe ndershmëria kishin rol kryesor. Ai e kuptoi se të mos merreshi seriozisht me shqetësimet e banorëve mund të çonte në tensione më të mëdha dhe të ndikonte mbi marrëdhëniet brenda shtëpisë. Banorët e tjerë ndiqnin situatën me kujdes. Disa ndjenin shqetësim për mënyrën se si tensioni po rritej, disa ish. Sot, në primetimin e Big Brother Kosova, Edi u shfaq si një mbret i vërtetë. I veshur me stil, me elegancë dhe me një prezencë që nuk mund të injorohet, ai tregoi jo vetëm bukurinë e jashtme, por edhe karizmën dhe personalitetin që e dallojnë nga të gjithë banorët e tjerë. Çdo detaj i pamjes së tij, çdo buzëqeshje, çdo lëvizje e tij, duket se është menduar për të treguar një kombinim perfekt të stilit dhe sigurisë në vetvete. Nuk është vetëm pamja, është prania që tërheq sytë dhe zemrat e të gjithëve, por Edi nuk është vetëm bukuri. Ai ka një karakter të fortë dhe të veçantë. Energjia që sjell brenda shtëpisë, mënyra si ndërvepron me banorët dhe aftësia për të qëndruar i qetë dhe i vetëdijshëm në çdo situatë tregojnë se ai nuk është thjesht një pjesëmarrës, është një forcë pozitive që ndikon në dinamikën e gjithë shtëpisë.
Ai di si të krijojë lidhje, si të qetësoj tensionet dhe si të mbajë energjinë e shtëpisë të lartë dhe të gjallë. Çdo moment me Edi është një shfaqje e aftësive të tij, jo vetëm për lojën, por edhe për mënyrën se si ai bën që çdo shikues të ndihet pjesë e asaj që ndodh brenda shtëpisë. Ai ka një sens të jashtëzakonshëm humori, di të qesh dhe të bëjë të tjerët të qeshin, dhe në të njëjtën kohë të tregojë seriozitet kur situata e kërkon. Kjo kombinim i bën ai të veçantë dhe të paharrueshëm për të gjithë ne që e ndjekim. Prandaj, ju lutem, votoni për Edin. Çdo vot ka rëndësi dhe secila është një mundësi për të siguruar që ai të qëndrojë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Le të tregojmë se e vlerësojmë jo vetëm pamjen e tij të jashtme, por edhe zemrën, karakterin dhe energjinë që sjell në çdo moment të lojës. Ai meriton të qëndrojë, të vazhdojë të bëjë atë që di më mirë, të sjellë emocion, të krijojë momente të paharrueshme dhe të bëjë këtë edicion të Big Brother Kosova edhe më të bukur për të gjithë ne. Edi është një shembull i një banori që nuk shfaqet vetëm për spektakël, por për të treguar se si mund të jesh i vërtetë, i guximshëm dhe i